Personat që hanë djath urgjent duhet ta dëgjojnë këtë. Do befasoheni me atë që ju ndodh. Shkencëtarët pohojnë se ngrënia 40 gram djath çdo ditë është mjaftueshme për të ulur riskun e problemeve të shëndetit të dobët të zemrës, si edhe goditjeve në tru. Përdorimi i djathit mund të ofrojë përfitime të mira për shëndetin tuaj të përgjithshëm dhe jo vetëm. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Këto gjetje për zemrën vijnë nga një analizë e 15 studimeve të ndryshme vëzhguese që analizuan edhe marrjen e djathit në riskun e shëndetit kardiovaskular tek personat që e konsumonin atë. Bashkautori i studimit, Li Chang, punon në Departamentin e Ushqyerjes dhe Higjienës në Shkollën e Mjekësisë në Shëndetin Publik të Universitetin Soochow në Kinë. Ai dhe kolegët e tij publikuan rezultatet e kërkimit të tyre në revistën shkencore European Journal of Nutrition. Djathi është padyshim një nga ushqimet më të preferuara, sidomos të pjesës më të madhe të shqiptarëve. Ai përmban gjithashtu edhe lëndë mjaft të pasura ushqyese, të cilat janë të dobishme për shëndetin, sidomos duke ulur riskun e goditjeve në zemër dhe goditjeve në tru. Studimet kanë treguar se djathi mund të ofrojë nivele mjaft të mira të zinkut, të kalciumit, vitaminës A dhe vitaminës B12, që mund të luajë një rol të mirë parandalues kundër këtyre inflamacioneve dhe të nxisin gjithashtu një organizëm më të fortë dhe më të shëndetshëm. Por ka edhe shumë yndyrna të ngopura të cilat mund të rrisin nivelin e kolesterolit. Kjo nga ana tjetër mund të rrisë riskun e goditjeve në zemër dhe goditjeve në tru. Studimet megjithatë tregojnë se djathi mund të ketë efekte të kundërta për shëndetin kardiovaskular. Risku i sëmundjeve të zemrës reduktohet me 18%, në total 15 studime përfshin më shumë se 200.000 pjesëmarrës. Efektet e konsumit të djathit u analizuan gjatë një dekade. Shumica e studimeve përfshinin individ që kishin sëmundje kardiovaskulare në kohën e studimit. Analiza tregoi se krahasuar me ato që hanin shumë pak djath, ata që hanin djathë normalisht kishin deri në 18% më pak gjasa të zhvillonin sëmundje kardiovaskulare, deri në 14% më pak gjasa të zhvillonin sëmundjet koronare të zemrës dhe 10% më pak gjasa të pësonin një goditje në tru. Shkencëtarët raportojnë se këto rezultate ishin më të forta te ata pjesëmarrës të cilët kishin konsumuar rreth 40 gram djathë çdo ditë. Si përfundim ata citojnë: "Kjo analizë e studimeve vëzhguese sugjeron një korelacion jo linear të anasjellt midis konsumit të djathit dhe riskut kardiovaskular, por duke u përmbajtur sasive të duhura të çdo ushqimi, përfitimet që do të merrni prej secili prej tyre janë të larmishme." Ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e djathit në mënyrë të rregullt, brenda standardeve të duhura ushqyese dhe asesi djathin me përmbajtje të lartë të kripës dhe jo më shumë se të paktën 40 deri në 50 gram djathë çdo ditë. Kështu përfitimet kryesore që do të merrni prej tij do të jenë më të larmishme për organizmin dhe do të lehtësoni gjithashtu komplikacionet. Nocioni vjetër është se djathi është i pashëndetshëm për shkak të yndyrnave të pangopura që ka. Por nëse e përdorni atë si duhet, rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike në rigjenerimin e shëndetit tuaj dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët e Healthline cilësojnë djathin si një prej produkteve më mirëbërëse të shëndetit në betejën kundër komplikacioneve. Djathi do të reduktojë gjithashtu riskun e shëndetit të dobët të zemrës. Disa studime besojnë se djathi mund të shpjegojë të ashtu quajturin paradoksin francez, që francezët kanë gjithashtu edhe shkallën më të ulët të sëmundjeve të tyre kardiovaskulare, pavarësisht nga kulti i tyre ndaj djathit dhe ushqimeve të tjera të pasura gjithashtu me yndyrna omega 3 siç është për shembull edhe gjalpi. Ekziston një raport i vitit 2016 që analizoi 31 studime të grupit të ardhshëm të cilit shikonin se sa bulmet konsumonin pjesëmarrësit dhe nëse kishin sëmundje kardiovaskulare. Djathi u cilësua sipas këtyre ekspertëve një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin.
Djathi gjithashtu, konsumi i tij në mënyrë të rregullt mund të zvogëlojë zhvillimin e diabetit të tipit 2 me 8%, sipas një studimi të grupit amerikan Journal of Clinical Nutrition. Ka më shumë lajme të mira nga një studim që tregon se përfshirja e djathit të përgatitur vetë në recetat tuaja ditore mund të jetë një përzgjedhje mjaft e mirë për shëndetin e zemrës, citon American Journal of Clinical Nutrition. Shtimi i djathit në dietën tuaj ditore do të nxjisë që të keni gjithashtu edhe një masë më të mirë muskulare. Konsumi i pothuajse një filxhan djath çdo ditë, siç është djathi ricota, për 12 javë do të rrisë masën tuaj muskulare sipas një studimi të vitit 2014 të botuar në Clinical Intervention in Angin. Pra, ndoshta është koha më e mirë që të përfshini djathin në vaktin tuaj të parë të ditës. Në fund, rezultatet që do të merrni do të jenë mbreslëndse për organizmin tuaj. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e djathit si një përzgjedhje mjaft të mirë ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit, dhe si i tillë duhet të përfshihet vazhdimisht në dietat tuaja. Djathi ju ndihmon të qëndroni më shumë në formë. Kjo ndodh falë substancës së quajtur butirate, që gjendet në shumë lloje të djathrave. Studiuesit këshillojnë konsumin e djathit pasi ai do të ndihmojë edhe në forcimin më të mirë të metabolizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Djathrat, që kanë në sasi shumë të lartë të kësaj substance, do të nxisin stomakun tuaj dhe substanca të tjera që të përthithen më mirë nga organizmi. Shtimi i djathit në dietën tuaj do të nxjisë që të keni një masë muskulare më të fortë dhe më të shëndetshme. Djathi përmban sasi shumë të mirë të proteinës, një zgjedhje shumë e mirë shkëlqyer ushqyese që mund të ndihmojë në rritjen tuaj më të mirë të masës muskulare dhe lehtësimin e komplikacioneve. Dietologët thonë se konsumi vetëm 28 gram djath u jep rreth 336 mg kalcium dhe kjo është njësia matëse mjaft e rëndësishme për trupin. Djathi gjithashtu është shumë i mirë për shëndetin tuaj dentar, duke u dhënë që të keni dhëmë më të shëndetshëm. Kjo falë përmbajtjes së mirë të kalciumit dhe fosforit. Këto dy minerale luftojnë acidin laktik që gjendet edhe në gojën tonë. Nga ana tjetër është një mundësi e shkëlqyer për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Djathi është shumë i mirë, sipas Eatingwell, një ndihmë fantastike për rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Kush nuk e do djathin, shqiptarët e konsumojnë të paktën një fet djath në çdo sallatë ose racion ditor, dhe vlerat që do të merrni prej tij do të jenë vërtet fantastike për rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e djathit si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese në ndërtimin tuaj të masës muskulare dhe parandalimin e komplikacioneve të ndryshme. Shtimi i djathit në mënyrë të moderuar në vaktet tuaja ditore do të mundësojë gjithashtu edhe një marrje më të mirë të elementeve ushqyes të rëndësishëm për trupin. Djathi, edhe në të kaluarën, ka qenë një nga produktet e bulmetit më të rekomanduara nga mjekët, kjo për shkak të vlerave të mira ushqyese që ajo barte. Ekspertët e këshillojnë vazhdimisht konsumin e djathit në të mirë të recetave tuaja ditore. Kështu, përfitimet që do të merrni prej saj mund të jenë një nxitje më e mirë e organizmit dhe një lehtësim më i madh i komplikacioneve. Duke qenë se djathi është një nga produktet që konsumohet gjerë, nuk është menduar gjatë se në cilin vakt djathi ka potencialin e tij më të madh. Sipas të dhënave të mbledhura nga Healthline, mëngjesi është vakti më i përshtatshëm kur djathi mund të përfitojë më shumë nga vlerat e tij. Në këtë video do të listojmë arsyet pse djathi duhet të konsumohet në mëngjes. Shtimi i djathit në vaktin tuaj të parë të ditës do ju ofrojë edhe një tretje më të mirë gjatë saj. Sipas të dhënave, djathi i bardhë është një produkt i bulmetit që organizmi ynë e tret me lehtë. Falë strukturës së tij, enzimat e stomakut arrin të shpërbëhen shumë më shpejt dhe në të njëjtën kohë lehtësojnë në përthithjen e mineraleve që ai përmban. Një vlerë tjetër është se duke qenë se ka veti antiinflamatora, ai ndihmon shumë edhe te personat që janë intolerant ndaj produkteve të bulmetit. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.